Lidhur me gripin e ditëve të fundit, i cili ka nisur të përhapet, mjeku Sokol Xhabiaku thot se kjo virozë është e njohur dhe nuk ka arsye për panik, por vëmendja duhet të jetë e përditshme. Ky është një lloj gripit i ri, i cili përsëritet nga sa kemi lexuar çdo 5-6 vjet, ka ardhur nga Evropa veriore. Anglia ka kaluar epidemi të tëra, domethënë ka qenë shumë problematike, edhe Franca gjithashtu. Sigurisht normalisht do të vijë edhe këtu tek ne, domethënë, nuk mund ta ndalin. Simptomat kryesore të këtij gripi dallohen qartë, por edhe kurimi nuk është i vështirë. Mjafton që në kushte shtëpie të bëhet një trajtim i kujdesshëm. Shenjat kryesore janë dhimbje e fytit dhe temperatura. Këto dyja janë dhe mos edhe kalojnë në procese të respiratorëve, vërtetësinë frymëmarrje, flasim për raste më të komplikuara dhe më të rënda. Mjafton paracetamol, kushte të mira shtëpie, edhe çaj dhe skemi pse të kalojnë panik. Xhabiaku thotë se në këtë periudhë të moshuarit bëjnë mirë të mos dalin shpesh në ambiente të jashtme, ndërsa për fëmijët prindërit duhet të jenë më të vëmendshëm. Ka filluar edhe te fëmijët dhe sipas informacioneve që i kam edhe në spital ka pasur shumë urgjenca. Ne sot kemi një fat që tash prindët janë më të informuar, edhe për çdo gjë madje na marrin në telefon shpesh dhe bën shumë mirë. Qoftë pra personelin mjekësor, kjo tregon rritje të kulturës dhe neve na pëlqen kjo gjë. Kështu që i porosisim gjithmonë. Doja të theksoja këtu që mos të kalojmë në panik. Sa i përket mjekimit, ai thekson se duhet bërë kujdes me përdorimin e antibiotikëve. Gripi ka qenë gjithmonë dhe do kalojë gjithmonë, por abuzimi me antibiotikun e dëmton shumë shëndetin e individit. Sokol Xhabiaku është ndër mjekët me më shumë përvojë në Shkodër, me rreth 4 dekada punë dhe prej vitesh është përgjegjës i qendrës shëndetësore të njësisë administrative Postrib.